Shikuesa ABC News ju përshëndes, u akuam sërish bashkë tashmë në hapësirën Newsline për të parë zhvillimet më kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. 4 persona do të dalin të hënën para gjykatës për vrasjen me tritol të 67 vjeçarit Hysni Ymiri në Shkodër. Hetimet zbuluan se lënda plasëse është vendosur kundrejt një pagese prej 1.000 euro, shumë e gjetur dhe sekuestruar nga grupi hetimor. Dyshimet janë se atentati u realizuan në bashkëpunim dhe u aktivizua me telekomand, por ende nuk dihet kush e porositi krimin dhe cili ishte motivi. Ndërkohë që 4 personat e arrestuar në Shkodër si autor të dyshuar të vrasjes me tritol të 67 vjeçarit Hysni Ymeri pritet të dalin të hënën para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë. Hetimet kanë zbardhur detaje të reja mbi rolet e secilit prej tyre. Sipas grupit hetimor, Gerti Bushati dyshohet se është paguar 1.000 euro për të vendosur lëndën plase në paketën elektrike të pallatit ku banonte viktima. Më 27 dhjetor, 2 ditë para shpërthimit të telekomanduar që i mori jetën Ymerit, shuma e parave zgjetur dhe sekuestruar në banesën e tij. Nuk dihet ende nëse atij është premtuar pagesë shtesë. Bushati u identifikua përmes kamerave të sigurisë një biznesi pranë vendngjarjes, të cilat e kanë fiksuar duke lëvizur në zonën e krimit dhe më pas duke ndërruar rrobat për të mos u zbuluar. 27 vjeçari kishte veshur mbi rrobat e zakonshme kominoshe dhe pas vendosjes së tritolit largohet nga zona, heq kominoshet dhe i hedh në anë të lumit. Veshja është sekuestruar nga policia. Ditën e atentatit në lagjen Manusha Limani, hetimet tregojnë se në zonë ndodheshin edhe 2 të arrestuarit e tjerë, Ergys Ibrahimi dhe Edison Hasaj. Dyshimet më të forta janë se shpërthimi i telekomanduar është aktivizuar nga Ergys Ibrahimi në momentin kur 67 vjeçari po ngjitej drejt banesës së tij. Ngjarja u raportua fillimisht si aksidentale për shkak të një defekti në rrjetin elektrik, por ky version u rrëzua nga OSHE, e cila konfirmoi se nuk ishte pasur asnjë problem teknik. Pas ngjarjes të dyshuarit u shoqërua në polici dhe u mbajtën nën përgjigje ambiental. Pa e ditur këtë, ata nisën të komunikonin mes tyre duke e forcuar dyshimet hetuesve për bashkëpunim në atentat. Sipas policisë, asnjë nga të arrestuarit nuk ka pasur konflikt të drejtë për drejtë me viktimën, ndërkohë ende nuk është identifikuar porositësi i krimit dhe as motivi i vrasjes. 4 të dyshuarit do të përballen të hënën me gjykatën për disa vepra të rënda penale, përfshirë vrasja me paramendime kryer në bashkëpunim, shkatrimi i pronës me eksploziv, mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve, prodhimi dhe shitja e narkotikëve në bashkëpunim. Prishja e qetësisë publike. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të atentatit dhe për identifikimin e personave që qëndrojnë pas këtij krimi të rëndë. Një banesë përgjatë aksit Elbasan Peqin është përfshirë nga flakët pas ditën e së dielës si pasojë një shkëndije elektrike. Në momentin e rënjes së zjarrit të brenda banesës ndodheshin 3 anëtarë të një familje, të cilët kanë dalë me njëherë jashtë. Forcat zjarfikëse kanë bërritur në vend zjarje dhe kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit duke shmangur për hapjen e mëtejshme të flakëve. Paraprakisht dyshohet se shkaki i zjarrit ka qenë një pajisje elektroshtëpiake, ndërsa policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhur shkaqet e plota të ngjarjes. Moti me rreshje të dendur, shiu dhe stui ka shkaktuar shëmbjen e rrugës Ura e Shtrejt Prekal në veri të vendit. Kjo rrugë është pjesë e segmentit Ura e Mesit Prekal që lidh njësitë administrative të Dukajgjinit me qytetin e Shkodrës. Për shkak të shëmbjes, aktualisht rregullimi i mjeteve në këtë rrugë është i bllokuar. Për riparimin e segmentit rrugor, sipas Bashkisë së Shkodrës, pritet të ndërhyjnë emergjencat civile. Presidenti i arrestuar venezuelian Nicolas Maduro ndodhet në një paraburgim në Brooklyn, ku do të përballet me akuza të rënda të autoriteteve amerikane. Sipas prokurorisë së përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai akuzohet për narkoterrorizëm, trafik kokaine dhe posedim armësh. Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të drejtojnë këtë vend deri në një tranzicion pushteti të sigurt dhe të drejtë. Aktualisht zëvendës presidentja Rodriguez ka marrë kompetencat e drejtimit të shtetit. Gëzuar vitin e ri. Me këto fjalë mbërriti presidenti arrestuar venezuelian Nicolas Maduro në New York, por ky vit nuk nisi as pak në mënyrën më të mirë për atë, pasi tashmë ndodhet në paraburgim në Brooklyn, ku ai dhe gruaja e tij Cilia Flores do të përballen me akuza për narkoterrorizëm. Sipas prokurores së përgjithshme amerikane Pam Bondi, Nicolas Maduro përballet me akuza për narkoterrorizëm, importim kokaine, posedim mitralozësh dhe pajisje shkatruese dhe plan për të poseduar mitraloz dhe pajisje shkatruese kundër Shteteve të Bashkuara. Qendra metropolitane e paraburgimit ku po mbahet Maduro është e njohur për kushtet e saj të mjerueshme, mungesën kronike të personelit, dhunën e të burgosurve dhe ndërprerjet e energjisë elektrike, një kontrast i fortë me jetën luksoze në vendlindjen e tij.
Presidenti Amerikan Donald Trump e kishte akuzuar vazhdimisht Maduron se drejtonte një kartel droge dhe pas rrëzimit të tij tha se Shtetet e Bashkuara do të drejtojnë vendin deri në një tranzicion të duhur. Ndërkohë Gjykata Supreme e Venezuelës ka urdhëruar Delcy Rodriguez, zëvendës presidentja, të marrë përsipër kompetencat dhe detyrat e presidentit. Edhe pse Trump shprehu synimin për bashkëpunim me Rodriguez, ajo e bëri të qartë se Venezuela nuk do të bëhet kurrë një koloni amerikane dhe se Maduro është presidenti i vetëm i vendit. Nga ana tjetër, presidenti amerikan tha gjithashtu se kompanitë amerikane do të fillojnë të shpenzojnë miliarda dollar për naftën venezueliane dhe të fitojnë para për vendin. Rrëzimi i Nicolas Maduro u prit me fest nga emigrantët venezuelianë në disa vende të Amerikës Latine, Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qindra mira qytetarë dolën në rrugë duke valvitur flamuj, duke shpresuar për një kapitull të ri për Venezuelën, ndërkohë në Meksik u zhvilluan protesta kundër administratës amerikane, ku u ngritën shqetësime për pasojat e ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Rrëzimi Nicolas Maduro u prit me fest nga emigrantët venezuelianë në disa vende të Amerikës së Jugut dhe jo vetëm. Venezuelianët që jetojnë në Peru mblodhën në ambasadën e vendit të tyre në Lima, pasi mësuan lajmin për kapjen e Maduros dhe kërkuan mbështetje ndërkombëtare. Në Kili festimet ishin më të zhurmshme dhe qindra venezuelianë dolën në rrugë për të kënduar dhe valvitur flamuj. Mira emigrant venezuelian u mblodhën edhe në qendër të Buenos Aires për të festuar rrëzimin e Nicolas Maduro. Duke valvitur flamuj venezuelian, argentinas dhe amerikan, turma u mblodh në një atmosferë festive, me shumë që shprehen lehtësinë për largimin e Maduros dhe shpresën se ndërhyrja ushtarake amerikane mund të hapë një kapitull të ri për vendin e tyre. Edhe venezuelianët që jetojnë në shtetin amerikan dhe Florida festuan lajmin për rrëzimin e Maduros. Ata valvitën flamurin e vendit të tyre teksa brohorisnin për liri. Lajmi solli festime në mesin e komunitetit e emigrantëve edhe në Spanjë. Venezuelianët që jetojnë në Madrid u mblodhën jashtë konsullatës së vendit të tyre, duke valvitur flamuj kombëtar dhe duke qarë me lot gëzimi. Nga ana tjetër në Meksik, protestuesit u mblodhën bashkë me presidenten Claudia Sheinbaum jashtë ambasadës amerikane për të dënuar administratën e Donald Trump për kapjen e presidentit të Venezuelës. Duke valvitur pankarta proteste, ata shprehen shqetësimin se operacioni i Shteteve të Bashkuara mund të çojë në një ndërhyrje të mundshme në Meksik dhe pjesë të tjera të kontinentit. Prindërit që kanë fëmijë në 18 vjeç do të rimburson me 48.000 lekë në vit për çdo fëmijë pas plotësimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave. Diva afati për të cilën është deri në fund të muajit mars. Së fond do të kalojë në llogarinë bankare të individit që plotëson online këtë deklaratë, e cila është detyrim për të gjithë punësuarit me të ardhura vjetore nga 1.2 milion lekë. Një kompensim tjetër nga shteti në masën 100.000 lekë në vit është parashikuar në 2026 edhe për arsimin e fëmijëve. Gjatë këtij viti, qytetarët shqiptar, por edhe biznese do të kenë disa ndryshime të rëndësishme të taksave e tatimeve, por që janë kryesisht në kaun favorizues. Kështu çdo familje që ka në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç do të ketë drejtën që të zbresë nga deklarata individuale vjetore të ardhurave 48.000 lekë për çdo fëmijë. Në bazë të përllogëritjeve rezulton se administrata tatimore do të kompensojë rreth 1.5 miliard lekë për këtë kategori. Po ashtu, ligji parashikon edhe një tjetër kompensim për fëmijët në shumën 100.000 lekë në vit, vetëm për qëllim arsimi. Kushti është që të ardhurat e prindërve të jenë më të ulta se 1.2 milion lekë në vit, por që të përfitohet ky kompensim, prindëri duhet të kenë ruajtur faturat e shkollës apo të kurseve për arsimim. Po ashtu, një nismë më shumë e rëndësishme është edhe zerimi i borxheve 10 vite të vjetra për bizneset. Nga përllogëritjet rezulton se këto borxhe arrin në vlerën e 1 miliard eurove, ndërkohë detyrimet e prapambetura të krijuara vitet e fundit do të falen nëse paguhet një pjesë e tyre dhe në total vlera e borxheve që do të falen përllogaritet në mbi 2 miliardë euro. Po ashtu nga janari në vend ka nisur edhe rivlerësimi i pasurive. Kjo nënkupton që çdo qytetar që ka për të shitur një banesë do t'i paguajë shtetit vetëm 5% tatim fitim nga 15% që është aktualisht. Një masë e rëndësishme është ndërmarrë edhe për uljen e përdorimit të parave kesh në ekonomi. Qytetarët nuk do të lejohen që të bëjnë pagesa më të larta se 500.000 lekë në muaj me para kesh, ndërsa për bizneset lejohet deri në 1.000 euro.
ABC News njofton të gjithë teleshikuesit se ka ndryshuar renditja në listën e kanaleve në televizorin tua. ABC News në vijim do të ndiqni në kanalin C39 UHV. Për të qenë sa më pranë jush, ju ftojmë ta bëni kërkimin automatik në televizorin tuaj ose në dekoderat toksor, si dhe mund ta kërkoni manualisht. Mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por më tepër njoftohet klikoni në webin ton abcnews.al për të tjera zhvillime në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Do të jemi sërish bashkë në lajmet e orës së 15. Qëndroni me ABC.